janë prona të Sami Lushtokut dhe të zotit Kurumeli që kanë dashur me bo panela diellor. Unë s'kam të baj kur gjo me Sami Lushtokut. Ki ndorë qëtësi, po du me ndigju, jena këta akuza publike. Dokumentin. Unë nuk e kom nërmen me ushty pa dokumenta. Nuk është më pjesë e PDK-s. Kym pas ka largu për Partisë Demokratike, unë këmë thonë që nuk ka birë nonëm. Dikush që s'ka mujt me regullu 200 metra gëp për 9 vjet, atëherë që shmo në regullan edhe për 4 vitet të ashme. Dikush që s'ka mujt me regullu 200 metra gëp për 9 vjet, atëherë që shmo në regullan edhe për 4 vitet të ashme. Kjo ka pak sistemin që me sulmu të tjerë që s'kan punu, po hajde motëm që është në ujtë sa fshat në sot kanë ujë. Ma dje shtutic, o shkur... Faleminderit, 30 sekonda. Nuk kam përgjigje sepse gjykata, raportet janë dhe unë këtu me vete e kam raportin kur e kam bo denoncime. Unë nuk e kam nërmen me ushty pa dokumenta. Dhe kam përnderë që rukëtaj me njerëzit që të kanë kontribut dhe si dikur që shkum rukëtu edhe me zotit Ladrovqi që sot fatkeqësisht nuk është më pjesë e PDK-s. Kam replik me zotin Hajdari sepse kym pas ka largu për Partisë Demokratike, unë këmë thonë që nuk ka birë në më kanë shkarku prej ushtrusit detyres, prandaj unë këmë dalë kandidat me nismen për dërnasin kampion dhe nuk më ka hikës, mundet më mje kërkush prej Partisë Demokratike. Shtu që unë jom Parti Demokratike me vepra, jo me fjallë, jo me logën e Dadës Rozë. Askur se ka largu prej Partisë Demokratike, kë është largu vetë, sepse me regull, mund vjeket që si kupton procedura statutare, çdo funksion e mund funksionin. Sa i përket kandidatëve të Partisë Demokratike, këto në këtë garë është veç një emën, një adresë dhe unë e përfaqësoj Partinë Demokratike në Drenas. Me punu. Askush se ka pengu, përkundrazi, e ka suportuar këtë format e mundshme, e ndërta e kam qenellën. Kur e kom po që s'po ban, na ju kemi nënshtruar një procesi këtë rregullt normal, e ka hub garën kryesi, sot jam kandidati i Partisë Demokratike. Lidhur me pronat Ajvazi që Lidhur me pronat komunën e vjetër. Nuk e kalon kë duke ndiku te asambleistat e PDK-s me u zhvillu. Sot, e 100 vjetë nëse i kam mandat komunë Drenasit, do të arëzoj objektin e vjetër dhe do të vazhdoj me ndërtime edhe do t'i ofroj komunës kapacitete si për salën e kulturës, si për objekte tjera cilat do t'jenë në shërbim qytetarëve dhe ujqëve. Mirë, prit. Ramez, prit, lutëm. Veç pak. Të lutëm, ti adresojmë se si në pëqashti. Që po m'vje mirë që ka ko qatë që fuqeshëm dhe për këtë arsye në rojnë ata edhe kryetarin. Mirë po nuk ka të baj kërgjo me atë pjesë. Une kom folë me një kandidat që u ka në asamblej, kom thonë që për zhvillimin e Drenasit konsideroj që nuk është mirë në objektin e vjetër mu maru ndërtesa. Qa ka ndodhë? Më ka inqizu me tentimin me shantazhu. Gjo për cilën unë i kom bo pa di. Edhe ati që më ka inqizu, ku njihet edhe zoni i këtij zotnis në fjallë dhe tash ka mu përgjigj atje penalisht në gjykat. Askush nuk ka me qenë kur kunder përkrajes e bizneset dhe zhvillimit, por ka me qenë kunder pazarev. Dhe me PDK-n, pazaret nalen për gjithmonë. Jeta one nuk du më marë me gjana të pacjana ose me shpifje, me akuza, sepse akuzat du t'i trajtojmë dikun tjetër. Është e vërtet që kandidat caktum të Partisë Demokratike, ku jëmë konon kryetar, kanë pengu zhvillimin e komunës. Aja qka është folë dhe qka ka premtu në atin qizim, sigurisht janë 11 minuta diçka, nuk është për shantazh, është për prokurori, besoj që prokuroria i ka zhvillu dhe zhvillon e timet, sepse janë të gjithë prokurorizë. Këto që a thot zotit Ladrovci, për këtë arsye, kë unë e kom marrë Londën, e kom qu prokurori. Kam denoncim publik dhe atje kam u përgjigj për ato që i ka bo. Kë funksionimin e ka veç shantazhin. Dhe unë jam, dhe sot i tham publikisht, jam shumë krenar që kom pas qëndrim publik kunder pazarev me disa individ saktuar. Okej, së shantazh nëse jeni të agresiv në prokurori. Falë, si kom kry sekundat, veç të ti kry, veç, dhe, api mojna një farani, pa i për me mojtra. Ka i qushjo, unë e për moj. Dhe, i vetë minjeri, që është për me punu, dhe që jo i len fajtor gjithë tjertë, veç këta dhe Albin Kurtin gjithë i pengojnë tjertë. Këtë tërkanë kërkanje. Këta dy njerëz i pengojnë. Okej, faleminderit Ramez. Udna, une që 9 vjetë jem kryetar, asë nuk kom asë një akt akuz.
as drejtorët e mi nuk e kanë asnjë akt akuz, as zyrtarët e komunës nuk e kanë asnjë akt akuz. As për shantazhe, as për shpifje, as për shpërdorim detyre. Kështu që këto kjo është shkolla e tina. Unë e kumë prodhu Partinë Demokratike, kjo është prodhimi Partisë Demokratike. Kjo, qytetari vendosë kanë me votu. Na kena me dollë balafacim të qytetarit. Drejtorin e ka me akt akuz sepse ja ka lyp 1%. Ekzistojnë dokumenta. Krejt drejtorat të cilët i ka njerëz të cilët dhe për çfarë arsye dhe për do ka kanë rru. I ka njerëz të cilët i kena mbrojt dikur për do kanë prej tyne. Sepse ky mjet a janë me akt akuza, Petrit, a janë me akt akuza? Ka akt akuz për shkak se e ka lyp 1%. Dhe kjo është pase vërtet. Ky le të thotë çka përdor. Dhe produkti i Partisë Demokratike. Hajde, çka është ajo letër në dorë, u akuzut për akt akuz. Petrit, 3 sekonda. Ramesh ka ki në dorë, qëtësi, po du me ndigju, janë akt akuza publike. Dokumentin, të cilin e vërtetën Ministria për çështjen e ngritën që po thot zotnia në fjalë. Drejtori i urbanizmit, as i lyp kuj, as i ka lyp kuj, janë prona të Sami Lushtakut dhe të zotit Kurromeli që kanë dashur me bo panela diellor dhe nuk lejohet ndrimi destinimit të pronës. Që dokumentin e ministrisë ku e ki, në atë ditë që ka deklaru personin fjalë, e kemi denoncuar në polici, është morë në pyetje dhe vazhdojmë me temat fjalë. A drejtori jot me akt akuz, Nalush aty? Absolut, as nuk është as në hetim, jo në akt akuz. Mirë, prit, faleminderit që sqarove. Petrit? Është kompania, sa kom po për mes media, i ka bon akuz se ka lyp. Ka dal, a është kompani e Sami Lushtakut? Unë s'kam të bajt kur gjo me Sami Lushtakun, po kjo po mënuat me lëshu në terenin që ton kohën, gjatë i fiton vota të e shonë Sami Lushtakun. A ki letër që shkruun që është akt akuz në drejtorit? A kini letër me na Po, pa problem, nga gazeta, në mediat, qëta shta gjoj.